i bashkimit trojeve shqiptare. Vitin e kalon, ne kemi pas një takim në Prizren, Pletëricit të gjitha troje shqiptare. Këtu i falenderu një ekipit Pletëricit, nga jemi Ibrahimi Pjolqini. Këta e në koordinator ti të bimi, Luan Pytyqi, ka shtaj Mësmi Ramadani të toves. Luan Pytyqi në Prishtinë. Dhe u takua të gjithë bashkë dhe ndatë... Këta kanë qenë koordinator që i kanë mrit me i bu bashkë gjitha troje shqiptare. Më tregoni pak çfarë bët në atë takim? Ndatë prodhimet e bletëve këteja ndje kufirit, çfarë bët ju aty? Aja ka qenë një ditë e parushme, ka qenë mësfare, shkurt ka qenë një këmbim përvoja që takim njojen me zvedi, ka qenë një ditë që së harot. Unë do të thësha një farforme, a i ka qenë kongresi i parë i bletarisë shqiptare. Nuk ka qenë atë formën, që thësh, ku po dhiju në banë, hëllumtime aty, po ka qenë një fort bukur ka qenë. E kemi kalu një ditë që zëtharojnë kur bletarët. Shumë e bukur, shumë emocionuse. Mund të keni rënë ju në një mendje ku bëhet mjalti më i mirë në cilën tokë shqiptare, në cilën prej vendeve tona? Po du me lidh me Kongresin Botëror Bletës. Dita e fundit ishte Global Honey Bar. Dita bari i mjaltrave botëror e të botës. Aty ekspozun rreth 300 mjaltra, 300 lloje mjaltrash. Dikun morën pjesë, nëse se gaboj, kanë qenë rreth 45 shtete me kualitetet e veta, edhe kishin rast vizitoret me një shkopin druni me shiju atë gjitha të mjaltrat. Aty ishte edhe manuka e gjitha mjaltrat që i ka dalë zonin asoj, po asë një kualitet në botë nuk është i njëjtë i mjaltrave. Asë kush nuk ka drejt me thonë mjaltra e më është në e mira e nuk vjetë. Nëse kejtë në varet prej specifikave të renit kullosës. Asë tinët me zvedi që janë afer, nuk e kanë kualitetin e njëjtë. Mjaltra me mirë, për shëndetin e njeriut, është mjaltra e poliflorës, ku përbërës janë shumë lloj-llojshmëria e luleve. Më falë, atëre mjalti si quhet ky lloj mjalt? Mjalti poliflorës? Poliflorës, do në mjalti shumë lulesh. I shumë luleve, po. Po. Se për shembull, kjo mjalt që po shihni ju, është e këtë mrapas vjen poshtë, si vjetë është kjo mjalt e malit, është një cilësi e tull, nuk është e kualitetit lartë, sepse bazë e ka mjaltin që i ka mbledhë bleta për i gjetheve, sharit dhe bungët edhe lajtisë ku pëdhjune. Cili është mjalti kualitetit të lartë? Mjalti kualitetit lartë është mjalti i shumë vlejshmërisht të luleve. Më falë, t'ju bëj një pyetje, unë e kam kaluar këtë fazën, po shikoj që të tjerë jo. Befas në Shqipëri u çmendën për mjaltin e manukës, edhe ai shitej me çmime siç është shtrenjtë, edhe unë kam pas blerë dikur në Londër, pastaj hoqa dorë se thash më mirë të rritë mjalti i vendit tim, se mendoj që ai më bën mirë. Nuk e di. Por një logjik e kapshme. Fort një qëndrim i korrekt i juaj, nëse përket kësaj, të provojmë mjaltrat tona, është e vërtetë. Mjaltën manuka, bauk e kanë bërë punën e mjaltës manuka, e kanë ngritë në qiell analfabetët. Njerëz me probleme shëndetësore, edhe shkencërisht ajo nuk qëndron. Mjalta manuka dominon me një element që quhet antibiotik, për shkak të nektarit të lules manuka, mirë po ku po mbeshin elemente tjera. Nuk është esenciale gjithmonë, nuk është emra kilit se mjalta vetëm antibiotik. Ajo duhet ketë edhe shumë elemente tjera për bërse. Vetëm mjalta është një ushqim i cili nuk i kalon afatit, nuk primbet.
Nuk prishet. Edhe nuk prishet. Me 1000 vjet natyrisht larg dritës. Ja, një moment, më fal. Për shembull, tani unë pëlqej të kuptoj llojet e ndryshme të mjaltit. Për shembull, mjalti marea ose mjaltrat e idhur më duken mjaltra interesant. Mund të kuptoj diçka më shumë për këtë? Si vjetë ishëm tek miqtë në Shqipëri, vizituan para në 2 javë vite, nuk I ka për qarë, patëm rast të shofim edhe kullosën në mare. Unë nuk kam drejt me folë në drejtim se nuk e di, nuk e bo analizat cila është me e mira. Në folë laboratorike. Mirë po, unë e po them, nuk ka drejt kërkush me thonë mjalta kjo është me e mira dhe kjo nuk ka, asë një kualitet I njëjtë në botë nuk është. Atëre, nuk e bëjmë kështu pyetjen. Rimte mjaltrat e trojeve shqiptare. Cilat janë mjaltrat e mira, pa bërë krahasi me kush çfarë? Cilat janë llojet e mira të mjaltit në shqiptari? Mjaltat mira janë të gjitha, por nëse flasim për mjaltën organik, ato janë do kritere tjera. Për shembull, pështo është një bletëric që prodhon mjalt, bletet, ka kriteret, ka kriju kritere, standardin që arrin me mbledh mjalt organik. Jashtë vendbanimeve, dikun 6 kilometra. Me të gjikoka I Peldeshani. Ai ka monitorohet për Zvicranëve, I cili ka arrit edhe sot është gjendje me shqitë dhe një farë me është I garantu si mjaltës. Të më pyetje këtu tek pastërtia e mjaltës, më pyetje edhe veç kualiteti. Mjalta organike në Shqipëri nuk di kush është I certifikuar për mjaltën organike, po është e vërtetë që përgjithësi bletëricës janë në vendet rurale, ka shtëpia, banime e tjera don. Rreth mjaltës me mira, unë kisha unë është mirë me liru të unë se gjitha mjaltat janë të mira. Gjithat e kanë efektin. Ai për 7 minuta përzihet me gjakun kur ka lënë blok njeriu. Kjo është. E keqja më e madhe tek mjaltrat, që të jetë edhe rrezikshme për njeriu, është kur bëhet trajtimi I problemeve shëndetësore të bletës me disa produkte që në standarde evropiane janë të ndaluara të përdoren. Për shembull amitrazha. Edhe ata I përdorin ato, e hanë edhe vetë, ja fëmijët vetë, si me vedije, pa vedije, I nxëna zonat, mirë po sasia e helmit mbetet aty në mjalt. Edhe këto është e keqja më e madhe. Atëre, më fal, ndjes, se unë ju thatë të gjitha mjaltrat janë të mira, pra nuk qekshin të gjitha të mira. Disa kanë helmin brenda që e bëjnë pa vedije njerëz, ose edhe me vedije njerëz së cilët duhen të largohen nga kjo industri. Mjalta si mjalta është e mirë, po që është e rrezikshme. Pe mos kujdesit bletërisit, aty është ajo brengosëse. Fakt është ku ta dini ju edhe ne. Unë nuk jam gjendje me kërkuj mjalta askujt, sepse kam informacione, tash edhe fillon njëri me dyshu. Kështu që është mirë kur tenton njëri me ble mjaltën I bletërisit